Qytetarët e Shqipërisë dhe të Kosovës që nga kjo enjte deri më 30 shtator do të kalojnë përmes pikave kufitare të përbashkëta pa kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë dhe të pakufizuar. Kjo falë rikthimit të zbatimit të marrëveshjes së firmosur pranverën e vitit kaluar nga dy qeveritë. Na kufi nuk u kondesht kemi, po për fat keq që Europa, bota ashtu e dëshirojnë edhe ashtu ka ekzistuar kufini. Përndryshe kufini nuk duhet të ekzistojë aty. Sepse na jemi andaj shqiptar, kanë ndaj shqiptar, andaj kom ndaje mike miq, kanë ata kanë ndaje miq vllaznia, kupton? Sot si ditë feste ju duke ardhur këne, ne duke gërshëtu duke ardhur në prizren legjendar. Zakonisht festat i këmbeni? Festat i këmbejmë, po më shumë ju të Kosovës po vini këne. Mes Shqipërisë dhe Kosovës duhet ketë pikë kufitare. Pse? Po kjo është po çfarë duhet ketë? Ky është bashkimi jon. Në prag të sezonit veror, edhe këtë vit, lëvizja e lirë filloi më 1 maj. Qytetarët janë të informuar tashmë. Është një floks i madh qytetarëve të Kosovës, të cilët këtë vikend do ta lidhin me festën e 1 majit dhe do të shkojnë në Shqipëri. Për pushime, për relaks, po. Si u presin në pikat kufitare? Shumë mirë, nuk na ka ndodhur një herë që të na qisin ndonjë problem. Hera para unë që ikin Kosovë se jeton në Itali. Jeton në Itali. Si e konsideroni lëvizjen e lirë në pikën kufitare mes Kosovës dhe Shqipërisë? E konsideroj shumë të drejtë sepse Kosova është pjesë e Shqipërisë. Sa u vonove në pikë kufitare? Ja, si sekond, si sekond. E dini që nga sot nuk ka kontroll? E dimi, inshallah mohet kjo fjalë ju përshëndes gjithëve edhe inshallah mohen premtimet, edhe s'ka nevojë me qenë fare kjo. Çdo ditë kam qenë më mirë, po s'kem pas pengesë asnjëherë. Shkurtimi barierave kufitare mundson më shumë liri për qytetarët dhe afron edhe më shumë dy vende që ndajnë gjuhën, kulturën dhe historinë, thonë qytetarët.